por kemi edhe mjetin, një mjet të cilën është dhuratë e qeverisë shqiptare në vitin 2000, që e vetë një shkollë në Shqipëri që disponon një mjet të saj, është shkolla periore Karl Metopus, kjo për të, sepse të mësosh në shkollë, se si mellet një pemë, është dhe mos të shkosh në praktikë është kot, se të mësosh diçka në teori. Është vërtet. Është shumë rëndësishme, pra kjo ka vazhduar që në vitet 2000, pra lidhja e praktikës e teorisë. A mund ma spjegoni këtë lidhje që është pasqyrshme në shkollat profesionale ndërmjet shkollës, teorisë, praktikës, bizneseve të ndryshme, si ke keni krijuar këtë lidhje dhe si e vazhdoni atë? Deri në vitin 2016 nuk ka qenë miratuar ligji për arsim dhe formimin profesional. Në vitin 2016 ka ndryshuar komplet tashmë panorama për arsim dhe formimin profesional në Shqipëri. Është bërë, domethënë është tashmë plotësisht në gjitha shkollat po ndjeket modeli gjerman, modeli dual. Pra, e lidhur me teorinë dhe praktikën. Pra, degët të cilët për shembull në pyjet që kemi dega pyjore, ne kemi bërë në vite këtë sepse është normale, por dega pyjeve nxënësit pas përveç njërive që marrin teorike dhe që kemi edhe kopshtin që filanishën në shkollës, në ditët modulet i zhvillojnë në praktik. Pra, mësuesi, inxhinieri, mezi specialistin marrin nxënësit dhe i shkojnë në praktik, vizitojnë vendet ku që nxënësit të njihin direkt me punën e ardhshme që do bëjnë. Sepse është shumë rëndësishme nga parë, qëllimi i arsimit formimit profesional është sepse sot jemi në një moment shumë delikat për fëmijët tanë. Sepse sot kemi përfatkeq më mira njerëz të papunë. Kjo ka ardhur si rezultat i disbalancimit të kërkesave të tregut, sepse ne jemi ekonomi, tashmë jemi ekonomi kapitaliste. Është tregu ai që përcakton dhe kërkesat për punë. Nuk mundemi ne për shembull të nxjerrim një koçi specialist, mësues, ekonomist, jurist, më shumë se sa ka kërkesa tregu, sepse të krijohet një problem. Në fakt, çfarë ndjeshmërie kanë nxënësit tuaj, sa me interes i ndjekin këto praktika, këto lidhje dhe me cilët biznese keni bashkëpunuar konkretisht? Ne thash, në degën e pyjeve ne kemi autobusin, mjetin tonë dhe ndjekin praktikat vetë. Kurse në degën e përpunimit, vitit e 4 qysh, para, jo sot me ligjin e ri, kemi bërë vitet e 4 i kemi çuar në praktik, kemi bashkëpunuar me Pjetër Kakin, Dorin Kakin, një ndër bizneset më të fuqishme që prodhon për sektorin e jashtëm, për tregun italian. Pra, nxënësit në vitin e 4 pothuajse gjatë gjithë kohës e kanë zhvilluar në praktik. Kjo jep mundësinë atyre që përveç mësimeve njohurive, përveç bazës prodhuese njohurive që kanë marrë, sepse në shkollën tonë kemi një bazë prodhuese e cila ka pajisje makineri, këto janë donacione ndër vitet e qeverisë shqiptare, sepse shkolla periore vërtet ka pasur dega baza prodhuese e degës përpunimit drurit, ka makineri të cilat ndër vite janë sponsorizuar, janë sjell nga projekte të ndryshme, nga Gizi, nga IPA, pra shkolla periore ka të gjitha, është e pajisur, është në vetëm shkolla, mund ta them nuk e di në Shqipëri, por në Shkodër është e vetmja shkollë në vitin famkesë vitin 97 që nuk është prekur qoftë një xham. Pra ka rritur fizionominë, ka rritur pamjen e brendshme të jashtme, sikur ka qenë, pse është rritur. Këtu dëgjoj rastin të falenderoj edhe stafin, që kanë provuar të gjithë stafin ndër vite, që e kanë rritur me fanatizëm atë traditë të marrëdhënie. Provoni diçka në bazën tuaj materiale laboratorike në shkollë? Ne kemi përveç atyre që janë përcaktuar në modulet, pra objekte, karrige, drejtare, ato që përcakton moduli, programi i vitit shkollor, përveç këtyre, sepse vetëm pas miratimit të himës në fuqi të ligjit të ri të arsimit formimit profesional, tashmë do të bëhet me vetë financim. Pra presim, hapën dhe dëshire që ne jo vetëm të mësojmë nxënësit, por edhe të prodhojmë nesër për të shitur produktet tona, qoftë në florikulturë të lule të ndryshme që kemi për të shitur, për të krijuar nesër për gjenuar talent për shkollën, dhe qoftë në degën e përpunimit. Pra presim vetëm miratimin dhe himin e ligjit të ri në fuqi. Një nismë e rëndësishme, që ose keni ndjekur kohët e fundit, është një projekt shumë i rëndësishëm e qeverisë shqiptare, është krijimi i qendrave multifunksionale, që duhet theksohet. Është krijuar tashmë si koncept qendra multifunksionale para një muaji me ardhmën e ministrit të ekonomisë dhe financave, sepse ne tashmë bëjmë pjesë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, dhe është bërë prezantimi i qendrës multifunksionale. Pas Elbasanit, Shkodra është e dyta, që i dyti qark
që ka qendrën e vet më të funksionale. Sa pjesëmarrës janë nxënësit tuaj në aktivitete të ndryshme, në përballje me tregun, me kërkesat, në panajire, mund të më thoni diçka për këtë? Ne tashmë është bërë trend 3 vitet e fundit, Ministria e Linjës organizon një panajër të aftësive profesionale që ka qenë nga data 20 deri 22 prill. Ku të gjithë morën pjesë të gjithë shkollat arsim profesional të 10 qendra të formimit profesional në panajërinë aftësive në City Park. Aty të gjithë nxënësit e kanë tashmë edhe për nxënësit i ka qysh në fillim të vitit fillojnë ide të ndryshme përgatitet përse ne duhet paraqitemi sepse ka një formë konkurrence, ka një formë nxitje sepse nxënësit e kanë marrë tash shumë seriozisht sepse do konkurrojë shumica e shkollave, janë shkolla rivale dhe rivaliteti sjell cilësinë. Kjo është që duke pasur rivalitet sjell cilësinë. Deri para disa vitesh arsimi profesional ka qenë një aneks, mund ta quaj, nuk ka pasur vëmendjen e duhur. Kurse tashmë shumica e prindërve dhe shumica e fëmijëve kanë filluar të ndërgjegjësohen. Ne sot që flasim kemi një numër në rritje numër nxënësve që frekuentojnë arsimin profesional, mos u gabosh është diku të rreth 27000. Duke marrë parasysh në vitin 2016 ishin vetëm 11000. Pra sot në vitin shkollor 2016-2017 kemi pasur 27000, kemi pra një rritje galopante në numrin e nxënësve të frekuentimit në arsimin profesional. Në fakt ju keni zhvilluar një fushat shkollore. Jeni përballur me nxënës që vinë, interesohen për shkollën tuaj, me një ambient akoma më të madh në këtë interesim. Çfarë ka treguar kjo fushat shkollore? Si është bërë zakon, ne çdo vit të gjitha shkollat arsim formim profesional bëjnë ditën e promovimit. Shkolla periore, dita e hapur që quhet, ka qenë dita 4 maj, kur ishin ftuar, ne kemi bërë ftesë të gjithë institucionet kryesore në qarkun e Shkodrës, kemi bërë ftesë bashkive, Shkodrës, të Malëcisë Madhe, Puks, Fusharësit. Kemi drejtuar institucioneve të gjithë institucionet kryesore, gjithashtu edhe falenderoj tjetër rastin përsëri, falenderoj edhe një herë gjitha mediat janë treguar të gatshme për të promovuar arsimin profesional konkretisht shkollën periore. Dita e hapur nuk simbolizon sepse vetëm një ditë është madhe pastaj mbaroi promovimi. Dita e hapur simbolizon fillimin e një fushate e cila mbaron deri në fund të mbaron viti shkollor akademik. Pra, ne përveç ditës hapur, tashmë jemi së bashku me stafin, ne shkojmë të gjitha shkollat nënveçare për të promovuar atë që ofron shkolla periore. Po, ju keni aktivizuar grupet tuaja, gjithë stafin, nxënësit në shkollat e qytetit apo dhe të fshatit? Jo, përveç ne ditën e hapur kemi pasur fatin e mirë, pothuajse të gjitha shkollat nënveçare të qytetit të Shkodrës kanë qenë prezente në ambientet e shkollës periore. Duhet falenderoj drejtorët e shkollës të cilët nënveçare të shkollës, të cilët u treguan të gatshme për të sjellur nxënësit për të njohur me atë që ofron shkolla periore. Edhe shumica e nxënësve kanë mbetur ju ka bërë përshtypje kanë të kënaqur me atë që ka panë, me atë që ka ofron shkolla periore. Sot është një moment shumë i rëndësishëm. Pra unë tu nëpërmjet studios tuaj, gjej rastin që drejtohem në raport prindërve. Sepse duhet se prindrit në bazë një studimi ose në bazë një projekti, sepse ne duhet për të arritur një sukses duhet ndjekim modelet e vendeve suksesshme. Pra, është një projekt zviceran Skill for Jobs, i cili asiston shkollat profesionale. Një ide interesante që dëgjova atë ishte sepse të gjithë pasi marrin shkollën nënveçare, prindit së bashku me nxënësit fillojnë edhe shkojnë e vizitojnë të gjitha shkollat profesionale që të rajonit ku ata jetojnë. Në fakt të ngjet kjo tek ne. Për fat keq, prandaj ne përpiqemi edhe nëpërmjet mediave, nëpërmjet studios tuaj sot që ky është qëllimi që ti njoftoj, ti bëj thirrje prindërve. Unë di se kanë halla, kanë punë, kanë probleme, por ajo që është më e rëndësishme është për ne është të harmë fëmijët tanë. E harmë fëmijët tanë fillon sot, sepse unë nuk jam kundër arsimit të përgjithshëm. Por për arsimin e përgjithshëm, jo çdo kush duhet marrë një shkollë. Ai mund ta mbarojë atë shkollë, por çfarë do të shërbejë edhe për të ardhmen e tij? Në fakt shkolla juaj çfarë cikli ka? Shkollat, të gjitha shkollat profesionale janë në nivelin 4 vjeçar. Dega periore ka nivelin 2+2 blok dhe në fund nxënësi pajiset me maturë diplomë maturë shtetërore, ndërsa shkolla dega e proponimit ka nivelin 2+1+1, pra me 3 nivele. Pasi marrën nxënës atë, merr diplomën. Ajo që është e veçantë në arsimin profesional është se diplomat në sajt të përpjekjeve që kanë bërë marrëveshje vitet të fundit
që në rastin të falenderoj ministrin Klos, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme, që është bërë mundur që diplomat e arsimit profesional të gjitha shkollat e Shqipërisë, shkollat profesionale, janë të barazhishme, janë të njësuara me vende BE-s. Unë këtu nga studiuar mund të them me plot bindje, kam 2 raste konkrete në shkollën tonë, një nxënës i cili ka mbaruar në vitin 2016, sepse ka qenë viti, pothuajse shumica shqiptarëve u drejtuan emigracionit, edhe shkoi në Gjermani, aty në zyrën e emigracionit ku u regjistrua, deklaroi se ka mbaruar këtë shkollë. Bashkia e Hamburgut ose komuna, nuk e di si quhet, e testoi këtë nxënësin, këtë emigrantin e ri, i ofroi 2-3 punë sociale, si quhen, në për ambiente rekreative të Bashkisë Hamburgut, kur pa se ky është një nxënës, një njeri i kualifikuar, njeri i cili e don punën, i kanë ofruar një kontratë 5 vjeçare. Dhe është i punësuar në Gjermani, në Hamburg, në kupshtari luleshtari. Pra me një kontratë vjeçare me një pagë minimale 1300 euro. Në fakt, cila është ecuria e nxënësve të tjerë në përgjithësi? Mbarojnë shkollën tuaj, sistemohen në përgjithësi në punë, apo vijojnë studimet më lart? Pjesa dërmuese për shkak të nivelit të ulët, sepse duhet jemi realist, për shkak të nivelit të ulët të nxënësve që frekuentojnë arsimin, formimin profesional, shumica e tyre ndalojnë në marrjen e diplomën. Por ajo që është e rëndësishme është një problem i cili ne kërkojmë më shumë bashkëpunimin e prindërve. Bashkëpunimi i prindërve, pse mund të them? Kërkojmë mbi në plot bashkëpunimin e prindërve sepse ne kërkojmë që të rrisim kërkesën llogarisë. Sepse prindit duhet të jenë më kërkues, do të jenë më të ndërgjegjshëm, sepse nuk mjafton një prind të jap fëmijës një sasi lekësh, ta vesh dhe ta kompletoj me një telefon si diçka dhe pastaj mbaroj detyrën e prindit. Prindi duhet të kërkojë llogari, prindi duhet të jetë më bashkëpunues, prindi duhet të drejtohet shkollës ku studion fëmijët e tij pothuajse çdo ditë. Qoftë fizikisht, qoftë në mënyrë virtuale, nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet telefonit, të interesohet në jetësorinë e fëmijës së tij. Sepse nuk është një mesazh shumë njerëzor, shumë pedagogjik, do të thosha, një punë dhe detyrë e shkollës dhe e familjes për një bashkëveprim sa më të mirë, në mënyrë që ecuria e fëmijës, e nxënësit, e të riut të ketë një vjushmëri të rregullt dhe të drejtë, të mirë në rrugën e formimit të tij, qoftë si profesionist, qoftë si njeri. Apo jo. Në fakt jemi në fund të vitit të shkollor. Çfarë prisni nga ky vit? Bazë të trendit që shohim qysh me promovimin që kemi bërë, qysh me ditën e hapur, ka një rritje. Ka shumë prindër kanë ardhur, janë interesuar, nuk e parë thirrje që kemi bërë nëpër media, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet faqeve të shkollës. Promovimin që kemi bërë, mendoj se them se do kemi një vit të suksesshëm këtë vit, sepse siç e theksohet më sipër, qeveria shqiptare i ka dhënë prioritet derisa pyve. Pra, përveç nxënësit të cilët mund të marrin studimet, ofrojnë edhe një bursë, e cila po ta krahasojmë me realitetin shqiptar, një familje në një ndihmë ekonomike është 55.000 lekë mos u gabosha të vjetra, ndërkohë që një nxënës, përveç shkollimit, përveç formimit, përveç një diplome që i merr në fund, merr në formë burse çdo muaj nëpërmjet një llogarie bankare deri në moshën 18 vjeç, pra i merr prindi, pas moshës 18 i kalojnë në llogarinë nxënës. Sa është kjo mas? Është 60 deri në 80.000 lekë, atë e përcakton Bashkia në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë. Pra, nxënësi aplikohet, është e aplikueshme. Si vjet, kam të jep, mund ta vërtetojnë edhe nëpërmjet nxënësve të shkolla jo. Para 4 ditësh është miratuar fondi i bursave dhe nxënësit tashmë janë drejtuar Bashkisë Shkodrës të zyra arsimit dhe zyra ekonomike për të vazhduar procedurat e tjera për marrjen e bursave të cilat janë premtuar qysh të vitit, pra do t'i marrin me bazë të modalitetit që përcaktojnë Bashkia në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, do gjehet mënyra se si do i marrin të gjitha parat që janë kthyer qysh në vitin fillim shkollor deri më sot. Pra, siç po e ndjekim që nga fillimi i kësaj bisede, sfidat e arsimit profesional, konkretisht sfidat e kësaj shkolle, e cila ka pikësynim të qarta, por natyrisht edhe probleme, detyra, çdo gjë që ka të bëjë me një ndërthurje sa më të mirë të shkollës, familjes, praktikës, bizneseve, të ardhmes nxënësve dhe fëmijëve, të gjitha këto janë të ndërthurura dhe
të lidhura në një objektiv të qartë, në atë të përgatitjes së nxënësve sa më mirë për sektorin pyjor, por edhe për jetën e tyre në vazhdimsi si profesionistë të arshëm. Zotja Agron, unë e kuptoj që jeni në fluksin e të gjitha këtyre objektivave, të gjitha këtyre detyrimeve që shkolla, por edhe ju si drejtues i keni vënë vetes. Një detyrë e shumanshme, do thosha, që rrok shumë probleme, që rrok shumë sfera që kanë të bëjnë me ofrimin sa më mirë të dijeve, mundësive sa më komode për të ndjekur një shkollë të tillë, por edhe sqarimit, do thosha, ju keni bërë ato hapat tuaja natyrisht në kontaktet me bashkitë, në kontaktet me shkollën, kërkoni më shumë prindër, patjetër që do të kërkoni nga shkollat e fshatit, sepse aty është, si thua, edhe trualli i këtij sistemi të mrekullueshëm gjelbrues që ka Shqipëria. Unë në këtë fund viti të gjitha pritshmëritë tuaja do të uroja që të bëhen realitet për të nisur sa më fuqishëm në vitet e mëpasme, ashtu siç shkolla pyjore ka qëndruar për rreth 60 vite në sfidat e shkollimit, të jetës, të përballjes me praktikën, të çdo gjëje që përmbledh objektivi i saj. Unë të falenderoj edhe një herë që ishin në studio. Faleminderit ju profesor. Suksese shkollës dhe nxënësve. Mbarësi. Faleminderit. Radio Shkodra